për fat keq, shumica dërmuese abuzimeve seksuale ndodhin nga ata njerëz të cilët ne konsiderojmë si rreth i besimit. Për ne si ekspert quhen rreth i besimit. Bashkëtuesi. Që do të thotë janë njerëz për të cilët prindrit i kanë persona të besuar. Bashkëtuesi, i afërmi, xhaxhai, daja, një person tjetër, një familjar, një shok i familjes, një person, një mik i familjes, pra një person i cili është i besuar për prindrit dhe për fat keq, shumica e abuzimeve tek fëmijët ndodhin pikërisht nga këta persona që konsiderohen si persona të besuar të prindërve. Dhe ky është një fakt që në fakt është për të marrë në konsiderat në momentin që ne ndoshta kujdesemi për të informuar fëmijën, sepse çfarë ndodh, ne shpeshherë apo prindrit në përgjithësi tentojnë t'i mësojnë fëmijët me këto sjellje të papërshtatshme, me këto ngacmimet seksuale, me këto ngacmimet nga të panjohurit dhe harrojnë apo nuk marrin në konsiderat që në fakt shumë pak ndodhin këto ngacmime nga të panjohurit, shumica e ngacmimeve ndodhin pikërisht nga të afërm dhe është shumë e nevojshme që fëmia të arrijë të bëjë dallimin mes një sjellje që absolutisht që e kupton,